Janë zbardhur rrethanat e incidentit të ndodhur mesditën e së shtunës në aksin rrugor Lezhë Milot pranë fshatit Gajush, ku një njeriu përballë me policin pasi refuzoi t'i bindet urdhrave të efektivëve të rrugorës dhe tentoi të largohej me mjet. Ngjarja ndodhi rreth orës 12, kur njësia operacionale për sigurinë rrugore dhe autostradat gjatë patrullimit në këtë segment i bëri shenjë për ndalim një automjeti që po kryente manovra të rrezikshme. Pavarësisht sinjalizimeve, drejtuesi i mjetit, shtetasim inicialet JD, 26 vjeç, banues në Lezhë, tentoi të largohej me shpejtësi. Pas verifikimeve, rezultoi se ai po drejtonte mjetin me leje drejtimi të pezulluar për një shkelje të mëparshme dhe gjatë përpjekjes për ta shoqëruar në komisariatin e policisë Lezhë, i riu refuzoi t'i bindet urdhrave dhe me veprimet e tij vuri në rrezik jetën e punonjësit të policisë. Në këto kushte, njëri prej efektivëve përdori armën e shërbimit duke qelluar në njërin nga gomat e mjetit për të neutralizuar situatën. Pas ndalimit gjatë kontrollit fizik, shtetasit me iniciale JD ju gjetë edhe një armë ftohtë e mbajtur pa leje, ndërsa bashkë me të në mjet ndollej edhe një pasagjer, shtetasi me inicialet S, 20 vjeç, gjithashtu banues në Lezhë. Të dy janë shoqëruar në ambientet e komisariatit të Lezhës, ku ndaj drejtuesit të mjetit po kryen hetime për disa vepra penale, përfshirë drejtimi i mjetit në mënyrë të parregullt, kundërshtimi i punonjësit të policisë dhe mbajtja pa leje e armëve të ftohta. Për zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe vlerësimin e përdorimit të armës së zjarrit nga efektivi, hetimet po vijojnë nga një grup i posaçëm në drejtimin e prokurorisë pranë gjykatës së jurisdiksionit të përgjithshëm Lezhë në bashkëpunim me Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore.